Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Ajo Podcast. Përpara se sa të filloj episodin e radhës, kam një falënderim shumë sinqert për të gjithë ndjekësit e këtij podcasti, i cili ka hyrë në serinë e dytë të 10-sheve të intervistave, sepse për një media të re, e cila ka vetëm 2 muaj që ka filluar, të kesh episode me 70.000 shikime është një gëzim i madh. Dhe ne jemi shumë të lumtura që mesazhi i këtij podcasti po arrin gjithnjë më shumë njerëz, sepse është një shenjë që shoqëria shqiptare më në fund ka filluar të kuptojë që për të portretizuar të gjithë shoqërinë nuk mund të lësh jashtë gjysmën e saj, siç janë gratë dhe vajzat, kështu që shumë faleminderit për mbështetjen. Vazhdoni të na ndiqni në YouTube, në Instagram dhe në Facebook të AUA, Albanian Women in Audiovisual, sepse episode më të mira do të vinë. Edhe ajo që kam sot të ftuar, besoj që është në këtë trendin rritës të kuriozitetit, interesit që njerëzit kanë për gratë dhe vajzat në media, sepse mbas një përvoje gati 20 vjeçare në shumë media televizive, ajo është tashmë edhe zëvendës kryeredaktore prej shumë vitesh në A2 CNN, është nënë e 2 vajzave adoleshente dhe ajo është Merita Haklaj. Merita, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Valina. Më në fund, faleminderit shumë. Më në fund, ja dolëm që të kishim, sepse ndonjëherë është krijuar kjo ideja që gazetarët nuk kanë kurrë kohë. Vërtet është kaq e zënë dita e një gazetareje? Është shumë e zënë, si fizikisht, si mendërisht, si në organizimin e orareve, gjithmonë ka diçka që del në ambientin e punës dhe premtimi është i vështirë për t'u dhënë. Sepse po edhe premtimin do duhet ta mbash. Dhe prandaj në vlerë e gjeneratës e kemi pasur këtë, domethënë. Edhe ti sot para se të vije këtu bëre edhe punën, ose the duhet të mbyll 1-2. Absolutisht, ne kemi një program të orës 15:30 çdo ditë në A2 CNN, që është produkti i redaksisë së lajmeve dhe është mjaft intensiv, është punë shumë cilësore që duhet bërë dhe përfunduam regjistrimin, tani është në montazh dhe unë jam këtu. Super. Merita, ta fillojmë nga fillimi, përpara se si ti të jesh zëvendës kryeredaktore, ti ke bërë një rrugëtim të gjatë si reportere e politikës dhe vazhdon të jesh reportere e politikës, megjithse ka shumë zhvillime, ulje ngritje, ky terreni gjithmonë i rrëshqitshëm, sidomos kur ka vit zgjedhor, nuk ka asnjëherë kohë, po si e kujton ti këtë rrugëtimin tënd? Është një rrugëtim që ti e kishe menduar kur përfundove studimet për gazetari dhe fillove punë, apo ka pasur ndryshim nga ajo që ti ke menduar? Rrugëtimi është shumë interesant. Nuk është se atëherë kisha menduar se si do të shkoj dhe çfarë do të ndodhe, a do ta bëj dot, as do ta bëj dot. E kisha pasion gazetarin që në shkollë, në gjimnaz, edhe në ato konkurse që bënim për shkollën e lartë, të gjitha që i zgjodha i kisha në funksion të gazetarisë, pra nëse nuk fitoja gazetarin, po fitoja letërsinë, do bëhesha gazetare, dhe nëse nuk fitoja punën gazetarin, po fitoja punën sociale dhe jo letërsinë, përsëri do bëhesha gazetare, duke vënë veten në funksion të kësaj, sepse e shifja me shumë interes, jo ekranin, punën që bëhej për njerëzit. Ishte një lloj misioni që më tërhiqte që atëherë. Dhe unë i fitova të treja, por sigurisht që gazetaria ishte. Dhe mirënjohjen time të parë, jo vetëm për pedagogët, që i kemi pasur shumë të mirë dhe një pjesë e tyre janë ende aty, por për ata që më ofruan punën time të parë, dhe ishte pikërisht Mentor Nazarko, që ne atëherë kishim pedagog, ishte edhe këshilltar në presidencë për presidentin Mejdani, por vëllezrit Nazarko, Mentori dhe Shpëtimi, rihapën Dita Informacion, ishin zgjedhjet e 2001-shit atëherë, zgjedhjet parlamentare, në prag të zgjedhjeve, dhe për mua, për një studente që po përfundonte studimet vitit dytë, për një grup studentesh, për hir të vërtetës ishte vlerësim i madh, sepse ishte një perceptim i
mentorit, se tashmë e kemi mik pas gjithë këtyre viteve sigurisht, që ishte një perceptim pozitiv për një grup gazetarësh që ai mendonte që në një gazetë të re që po hapej mund të jepnin kontributin e tyre. Dhe realisht jam sot e kësaj dite mirënjohëse për atë ftesë që mu bë. Më tej kriza e parë ishte që kemi praktikën te gazeta Reporteri, po e lëm punën sepse patëm edhe disa situata familjare, sepse do hym prap në punë. Në fakt, kjo ishte kriza sepse mbaruan praktikën, mbaruan vitin e tretë dhe unë e pata shumë vështirë gjeja punë. Domethënë, shkoja në redaksi, sigurisht që kishin nevojë për njerëz me eksperiencë. Eksperienca që kisha bërë gati një vjeçare në gazetë nuk ishte e mjaftueshme për ta, pavarësisht gjithë predispozitës, gjithë angazhimit. Dhe e vetmja media që unë gjeta një mundësi ishte Shijak Televizion. Dhe kjo është mirënjohja ime e dytë, sepse mu hap dera, ishte mundësia, dhe po ishte mundësia jo për të bërë socialen, si që bëja të gazeta, por për të bërë politikën. Ndonë se unë isha e prirur tek socialja, isha shumë e prirur aty. Pranova, sepse ishte mundësia ime për punë. Doja të vazhdoja studime duke u paguar vetë, duke mos i rënë duke mos u bërë bardhë për familjen, pavarësisht se familja thoshte mbaro studimet, isha studente e mirë, si kemi qenë një klasë shumë e mirë e gazetarisë atë vit, dhe mirënjohja për pronarët e televizionit, për Alfon Zenelin, i cili u bë shtysa ime e parë që të shkoja ta kontaktoja, dhe për Desada Metajn, që në atë kohë ishte redaktore, po themi kryeredaktore në atë fazë. Ky ishte fillimi, pastaj unë kam punuar te Koha 5 vite më shumë, tek Vizioni 2 vite, më tej 7 vite shumë të mira që nuk i harroj tek ABC-ja, ABC News, dhe Top Channel rreth 1 vit dhe 7 vite kam këtu në A2 CNN. Dhe mirënjohja është e pafund për të gjithë ata që ma kanë dhënë mundësinë, kam punuar me ta, kanë vlerësuar punën time dhe ja kam dalë të themi që gradualisht është një karrierë e gjatë, është një karrierë e gjatë. Kur e mendoj bën shumë vite. Ajo që duam të ndërtojmë nëpërmjet këtij podcasti është edhe të japim një panoramë se si ka lëvizur sektori audiovizual, edhe ai medias, veçanërisht për gratë dhe vajzat. Edhe kolegja jone përbashkët edhe në fushën e raportimit, Esiona Konomi, në episodin e mëparshëm më tha një gjë shumë interesante. Tha, gratë dhe vajzat në industrinë e medias, kur bëhen me fëmijën e parë, fillojnë dhe mendojnë, dhe kur bëhen me fëmijën e dytë, fillojnë dhe ikin nga profesioni. A të ka ndodhur dhe ty kjo? Të paktën si mendim, sepse edhe ti ke 2 vajza. Për të ikur nga profesioni nuk e kam menduar asnjëherë, dhe më duket sikur unë nuk bëj dot asnjë gjë tjetër përveç këtij profesioni që e dua, më pëlqen, ka shumë sfida, ka dhe adrenalin. Ka adrenalin, domethënë është në atë momentin që ti futesh në punë, harron çdo gjë që të stresoj, të shqetësoj, ç'a ishte ajo biseda aty që u tha fare, mbaron punën dhe po un kam përshtypjen që brezi jon bona nuk ka rrugdalje, në kuptimin e gjës, është një gjë e ndërtuar, ti nuk mund të braktisësh diçka që e ke ndërtuar ndër vite. Megjithatë, rutina ndryshon. Absolutisht ndryshon. Unë kur vendosa të shkoj në A2 CNN, unë isha shumë rahat në Top Channel. Domethënë kisha një redaksi që më vlerësonte, nuk qëndrova dot as një vit, sepse kështu erdhën rrethanat. Para se të shkojmë tek A2 CNN, mund më përshkruash pjesën kur ti ke qenë me fëmijën e parë? Po, absolutisht. Unë isha te TVK atëherë, kishim një drejtor shumë të mirë, Franco Egron. Unë u martova shumë shpejt, Entoni në njoha në klasë, në gazetari ishim të dy, u martuam, erdhi Lisja, dhe në atë kohë ishte e pa imagjinueshme që ti mund të rrisje fëmijën tënd. Domethënë prioritet ishte të ruaje vendin e punës, si do t'ishte. Kisha të gjithë mbështetjen, gjithë vlerësimin, por kështu ishte gazetaria atëherë. Kështu ishte, kam përshtypjen, në çdo sektor privat. Po gazetaria duhet të ishe e pranishme. Dhe unë kam dalë 38 ditëshe në punë. Dhe duke sikur isha duke u vonuar.
Po jo, duhet të isha në punë, të mbaja, ishte një sakrificë e jashtëzakonshme. Si ja bëje me kur e mendoj ushqimin tani më e duket vajzës? sikur Lisjas i kam rënë në qafë, në kuptimin si është rritur. Antoni punonte në gazetë. Ai ishte mbasditë në punë, unë përpiqesha të mbaroja çdo gjë. Deri nga ora 3:30-4, çfarë ishin kronika, po ne atëherë nuk bënim një kronik, bënim 2, 3, 4, çfarë të kishte nga politika. Dhe Antoni merrte Lisjan, vinte me makinë, ma jepte për t'i pirë, për t'i dhënë për të pirë, kthehej, kujdesej ai, ishte e pamundur për të gjetur Dadon në atë kohë sepse nuk kishte diçka. Bëhet fjalë për vitin 2007. Sapo kishte filluar kjo ideja që ti mund të kishe dikë që të ndihmonte, që nuk ishte i familjes tënde. Ne nuk i kishim familjarët në Tiranë dhe Antoni tha do ta mbaj vetë vajzën time. Për mua ishte çlirim shumë i madh. Ishte edhe ngarkesë, po ja dolëm të dy. Ja kemi dalë shumë mirë. Dhe Antoni ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë mbështetja ime më e madhe. Sepse edhe baballarët duhet të lidhen me fëmijët, nuk është vetëm i keni kujtime të përbashkëta dhe shumë të bukura. Tani kur vajzat janë 18 dhe 13. Kujtoj që jo vetëm Antoni, puna në terren është shumë e vështirë. Ti duhet të ishe në kronikat e pasdite, duhet të bëje raportime në këtë politikën tonë që ka pafund kriza, reforma, negociata që duhen zbuluar. Qytetarët nuk e dinë se çfarë jetë bën ti, qytetarët presin një raportim tek filan media tek ajo. Intensiteti është shumë i madh, domethënë ti ke disa edicione lajmesh. Ti as nuk e mendoje që mund të ketë një opsion që nuk është ky. Domethënë gazetaria kështu ishte dhe ishte një kompromis i bërë kohë më parë dhe gëzohem që e mendoj që nuk hezitova asnjëherë për familjen në çdo rast, sepse ka shumë raste që ti zgjedh do bësh karrierë apo do i përkushtosh familjes apo jo. Jo, kanë qenë vite shumë vështira, po ishin kur e mendoj tani nuk mund të kishin bërë më mirë, por është bërë gjëja më e mirë e mundshme në atë kohë. Dhe unë nuk harroj kur Fitim Zeksin dhe Gjuli Bojën, kolegët tanë që me 2 vajzat e tyre, hapnin gjithmonë derën, sapo ne kishim një vështirësi për të mbajt vajzën. Dilte nga çerdhja, nga kopshti, dhe ne e dinim që sot do ta çojmë aty sa të mbaroj unë punë, sepse Antoni do shkonte pasdite për të bërë gazetën. Ndodhe dhe kjo në komunitetin e gazetarëve. Ndodhe kjo dhe për ne ka qenë një shumë e madhe. Mbështetje jashtëzakonshme dhe Arbra dhe Ajla kanë qenë shumë të dashura me Lisjan. Dhe kur ja tregojmë Lisjas tani i duket shumë interesante. Po kur erdhi vajza e dytë? Ishe stërvitur pak a shumë me këtë lloj balance, sepse dhe si me thënë stazhin e kishit bërë me Lisjan, apo kishit pak më shumë ishte situatë tjetër. Sigurisht direkt ishim bërë me shtëpi, direkt mendova që Lisja nuk do ta lihen asnjëherë pa një vllas dhe një motër, e kisha të vendosur këtë. Dhe në 2012, 5 vjet më vonë, vjen Aisel, dhe e kisha planifikuar që gruaja që kisha ngjitur, në navalin që e kisha ngjitur me banesën tonë, komshien, do ta merrja si dado për Aiselin. Dhe këtë gjën e kisha të fiksuar. Këtë gjën e kisha të fiksuar. Dhe ishte më e qetë. E kisha parë që ajo kishte rritur një vajzë tjetër tek pallati ku jetonim, domethënë më pëlqente gjithë gjëja, ishin njerëz shumë të mirë, ne ndiheshim shumë rahat me të. Pastaj pati edhe një dado tjetër sepse në Navali do ikte të rriste fëmijën e djalit të saj në Greqi, këto jetesat e shqiptarëve që janë, kështu që Aiseli u rrit më mirë. Kompromisi ishte që dadoja që do mbante Aiselin do ma mbante dhe Lisjan kur të kthehej nga shkolla nëse unë nuk jam kthyer në shtëpi, dhe ishte më e mbarë situata. Pastaj shkolla, kopshti, gjithë të tjera domethënë kanë pasur një ecuri të mbarë, po na ka shkuar mbarë dhe unë sot them, shqyr fëmijët e mi nuk janë smurur shumë, sepse do duhet merr leje te kryeredaktori, te drejtori, e kishin shumë të vështirë të jepnin. Unë e kisha të vështirë të lija fushën time të pambuluar, sepse unë kisha burimet, unë kisha informacionet, unë kisha bisedimet, dhe duke sikur do të çdonte diçka. Kërkon
prani fizike. Nuk Absolutisht. është që ti e dëgjon në një konferencë shtypi, e shkruan dhe e boton. Absolutisht. Televizioni kërkon zë dhe figurë. Po. Dhe nëse ti nuk je aty për të bërë zë dhe figurë, konsideroj që puna nuk është bërë. Sigur nuk je. Okej. E megjithatë, sërish kur ty të është ofruar që të bëje një hap më tutje në karrierën tënde, përveç se zëvendës kryeredaktore, pra të merrje një pozicion pak më të lartë, ti ke hezituar. Edhe këtë fakt e bëri publik në konferencën Zërat e Medias me në qendër Gratë që Ava organizoi dhjetorin e kaluar, në një konferencë që pati edhe personalitete nga fusha e gazetarisë botërore, siç ishte Anet Young, dhe ajo ndau eksperiencën e vet që nuk është vetëm shqiptare kjo gjëja, pra balanca midis karrierës dhe familjes në gazetari vazhdon të jetë një problem, edhe mbas kaq vitesh, edhe kur të drejtat e grave dhe mjedisi i ka emancipuar shumë. Çfarë është ajo që nuk shkon me sistemin? I ka sistemi stopuar gratë që të marrin pozicione drejtuese, apo gratë vetë janë të më dyshura midis zgjedhjeve se cilën do të bëjnë më mirë, familjen apo karrierën? Si e shikon ti këtë gjë? Janë të gjitha bashkë. Janë të gjitha bashkë. Lidhur me atë momenti që ti përmende, Bona, nuk është se e lash terreni që as të vinte në një propozim konkret. Unë isha zëvendës kryeredaktore, unë isha shumë angazhuar me redaksin, me kolegët, e kam parë punën time gjithmonë si diçka që bëhet në grup, gjithmonë si nëse diçka nuk shkon të vë pozitën vete në pozitën atij tjetrit duke llogaritur fillimisht të gjitha rrethanat pse nuk shkoi. Çfarë punë bën një zëvendës kryeredaktore? Mund ta thuash me fjalë të thjeshta? Është e pranishme nga fillimi i ditës në newsroom, ndarja e punëve, mbledhja, shoshitja e informacionit, çfarë detajesh tjera mund të kemi pas një njoftimi të zakonshëm, për shtyp që mund të kemi një deklaratë, çfarë teme mund të ndjekim. Prej muajsh bëjmë edhe këtë programin që unë përmenda në fillim, një thellim ditor të çështje pas çështje, që është shumë intensive, shumë ezaurues për gazetarë që të bëjnë një gjë të mirë, një produkt të mirë, dhe ndihem shumë e kënaqur dhe veçanërisht për gazetarë që angazhohen çdo ditë për të bërë diçka të tillë që produkti po ecën, po funksionon, është diçka ndryshe në tregun mediatik. A u ndan kamerat siç duhet, unë kam shumë të shenjtë që jeni të drejtë tek mënyra e organizimit të punës. Dhe nuk dua që dikush të mendoj, sepse u krijua një terren që dikush të ketë një favorizim ose dikush jo. Nëse dikujt i cënohet diçka këtu, herën tjetër nuk do t'i cënohet, por do ketë, mbajtja e një ekuilibri në redaksi është shumë i rëndësishëm, dhe jo gjithmonë i dilet, por gjithmonë duhet komunikuar. Unë shoh një problem shumë të madh që e kemi jo vetëm në media, si shoqëri, këtë mungesën e komunikimit dhe të pranimit të gjës. Unë e kam shumë të lehtë të them që po, gabova, e pranoj që kam këtë, ose kur e nuhas vetëm me një intuit, ose vetëm me një vështrim që dikush ka një peng, diçka, përpiqem t'ja gjej mënyrën se si t'ja marr atë mendim, çfarë i ka mbetur, ku i ka mbetur, pse i ka mbetur. Dhe për mua, një zëvendës kryeredaktor, sepse kryeredaktori, drejtori ka angazhime më të shkputura, më të shumta, por që i shef në një distancë më të ftohtë, dhe për mua është shumë e vlefshme ajo. Ka kontakte të tjera për të mbajtur, për të ruajtur politika, për të kujdesur, janë shumë gjëra. Po zëvendës kryeredaktori është aty. Dhe së bashku me grupin e redaktorëve që jemi ne aty, angazhojnë, domethënë është një punë zinxhir që nuk kresht. Dhe për mua është një gjë shumë e rëndësishme që të rrit shumë. Por edhe të lodh, të mban aty, të mban nën presion, ndoshta harron të shohësh pak më përtej, të duket sikur ajo është jeta. Domethënë kjo gjëja është pak që e shef që në distancë. Çfarë të pengon ty që ta bësh atë kapërcimin nga zëvendës kryeredaktor në kryeredaktor ose drejtori i informacionit? Se ofertat besoj nuk kanë munguar. Dhe nuk është se vë njëri në dyshim kapacitetet e gazetarëve për t'u bërë kryeredaktore.
Çfarë është ajo që i mban larg? Është ai miksi i elementeve që ti e përmende, por nuk dua të flas për të tjerët. Në rastin tim personal është përgjegjësia, jo për t'ju shmangur përgjegjësisë, sepse praktikisht jemi duke bërë të gjithë këtë punën, pra nëse gjithçka funksionon zinxhir dhe në hallkën e vet, produkti është i kryer, po themi. Por ke një familje nga mbrapa që për mua është e shenjtë. Dhe të përmenda gjithçka ka qenë e vështirë, shumë dinamike, koordinim në familje, si do i mbajmë fëmijët, si do i rrisim, dhe në finale ti nuk mund të humbasësh atë që ke ndërtuar. Jo se duke u bërë drejtuese në media ti humbet, por koha zvoglohet ndoshta. Koha zvoglohet shumë, koha është gjithmonë e zvogluar. Dhe ti do duhet të përgjigjesh disa rrethanave që të shkëpusin dhe nga redaksia, të shkëpusin dhe nga familja. Duhet të dalësh të takosh shumë njerëz, duhet të dalësh të vësh kontakte, duhet të përgjigjesh për një kafe, për një drekë, për një darkë, duhet të ruash shumë situata që për mua, personalisht, unë mendoj që për gratë në Shqipëri është e vështirë. Mentaliteti është shumë i vështirë. Nëse një gjë e bën një grua dhe të njëjtën gjë e bën një burr, do gjykohet gruaja dhe jo burri, dhe kjo është shumë e vërtetë. Ti i ruhesh edhe një komenti që mund të bëhet online për ty, sepse fëmijët e tu s'duhet ta lexojnë. Ti mund të kesh të gjithë mirëkuptimin e bashkëshortit, ti mund të kesh të gjithë mirëkuptimin e asaj e rrethit tënd, mund të kesh mbështetjen. Po ne kemi shumë problem këtë. Dhe mendoj që duhet ta kemi. Po kjo është një frustrim shumë i madh për gratë në punën e tyre. Të ruhesh për çdo fjalë që thua. Për a buzëqeshe apo nuk buzëqeshe. Si dole në foto kur dikush po thoshte një gjë. Domethënë goditësh shumë o kollaj, dhe për mua është shumë e vështirë kjo gjëja. Prandaj ke gjithmonë këtë përpjekjen për të ruajtur një ekuilibër të fortë. Dhe nëse shkon në një shkallë më të lartë, ti mund ta bësh atë, mund të shkëlqesh. Po kam përshtypjen që lë mbrapa disa gjëra që janë shumë të rëndësishme për ty dhe unë do ndihesha e stresuar, nuk do ndihesha e qetë. Dhe në këtë rast kompromisi është çfarë pune kemi për të bërë, kjo është puna, nuk ka rëndësi çfarë pozicioni kam. Do i japim drejtim kësaj pune. Dhe këtë e kam bërë edhe pa marrë zëvendës kryeredaktor. Ne kur jemi bashkuar gjithë na dy CNN, ishim një ekip shumë i mirë që u morën me rekrutime. Dhe kemi bërë punën e njëri tjetrit, pa hezituar në asnjë lloj rrethane. Mirë, keq, e kemi bërë gjithë bashkë. Dhe kjo ishte ajo energjia e parë që motivoi një ekip shumë të madh që e çuam një gjë përpara me vështirësi, sepse ishte një media e re dhe duhet ishte cilësore dhe të vazhdonte të rritej në mënyrë graduale në treg. Pra nuk e kam parë asnjëherë çështje pozicioni, e kam parë çështje pune dhe si ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të bërë një punë. Çfarë do bënte një drejtuese grua më mirë se sa një drejtues burr në media? Do ishte më e pranishme. Do ishte më e pranishme? Do ishte më e pranishme. Do kishte pak më shumë vëmendje për këto nevojat e ndryshme të grave dhe vajzave, leja e lindjes, prania pranë fëmijës kur është e nevojshme. Është një gjë që unë thash, unë e kam përmendur edhe te konferenca që unë kam dy kolegë shumë të mirë në punë, që i kanë bashkëshortet gazetare, po ashtu janë të katërt në terren dhe janë me fëmijë. Dhe unë mendoj gjithmonë që nëse do ka ndodhur një emergjencë që do duhet të dalë, sidomos ku dy reporterët janë të politikës dhe mbulojnë të njëjtën gjë, gjithmonë në mendjen time është nëse është sistemuar vajza e vogël nga njëri apo nga tjetri. Domethënë që të mund të bëj atë mekanizmin tjetër që të flas me kolegun tjetër që shiko, filani vajzën nuk e sistemon dot, do dalësh ti në vend ti dhe pastaj kompensoj njëri tjetrin. Por nëse nuk ndërtohet kjo harmonia në ekip mes kolegësh, do jetë gjithmonë shumë e vështirë. Pra, ti do nuk ka nevojë që ne të kemi gra kryeredaktore nëse biem dakord që mjedisi i punës duhet jetë i njëjtë. Mjedisi i punës duhet jetë i njëjtë. Domethënë nuk e shoh këtë, domethënë barazia do të thoja unë që ti nuk e shef a është burr apo grua. Kryeredaktore. Domethënë nuk e shef kështu, po a trajtohen të gjithë njësoj? A është çdo gjë njësoj? A janë të gjitha
edhe llogaritja, edhe ditë të pushimit, edhe orët, edhe domethënë një lloj koordinimi që ti e bën funksionale një redaksi, një program. Me që dolëm ke ditët e pushimit, kur ka qenë era e fundit që ke bërë pushime, pa e pasur mendjen tek lajmet. Kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Jo, kjo nuk ndodh. Jo, nuk ndodh. Domethënë është gjithmonë do kontrollosh tani edhe YouTube-i na është bërë pjesë e pandar, sepse ne jemi live në YouTube gjithë ditën, nga ora 7 e mëngjesit deri në mesnatë. Është vështirë të planifikosh pushime me familjen? Jo, ja kemi darë. Domethënë po, thjesht jemi koordinuar. Domethënë një kur do i marrësh ti se do t'i marr unë, edhe jemi bërë. Thjesht po koordinimi është që okay, vajzat marrin pushime gjatë verës, për shembull, dhe është më mirë që t'i bëjmë të gjitha bashkë, apo të shpërndajmë ditët e pushimeve. Gjëja e mirë është ne nuk e kemi pasur dikur është që ka disa media që pushimet i japin të plota, se dikur konsideronin 2 javë dhe nuk mund të konsideroj më shumë. Dhe në këtë mënyrë ti e ke këtë rregullin, mund t'i marrësh kur të duash, si të duash, por sigurisht në media ti do koordinohesh me kolegët. Sepse nuk është një punë që tani s'kam nevojë ta bëj, sepse gjithmonë atë punën që se bën ti do ta bëj dikush tjetër që është në redaksi. Dhe kjo është sfida e gazetarëve. Pra, ikën një gazetar politike me leje, kolegu i saj ose i tij do bëj edhe punën e asaj, ose do mund të diçka që nuk pushon asnjë moment. Është lajm, është informacion, qytetari nuk e di se çfarë po bën ti. Ashtu është. Dhe janë mungesa që ne mbulojmë njëri tjetrin, kështu që e vështirë është, por është e bukur. Pyetja e fundit për pamjen. Të punosh në televizion, do të thotë të punosh me figurën. Për një gazetare, ndoshta mund të jetë më e udhës që të ketë bërë një lloj stazhi në të shkruar përpara se sa të dalin në ekran, megjithëse tani po shikojmë një trend tjetër që ekrani po kërkon figura të freskëta, të reja, edhe që vlerësojnë, si me thënë, pamjen e jashtme. Ti e ke bërë këtë rrugën e shkollës së vjetër në një farë mënyre, sepse ke dalë në ekran kur ti e kishe këtë bagazhin. Sa të ndikon ty të qenit me pamje për punën që ti bën, për intervistën që ti jep, për informacionin? Është parësore, si dukesh, si flet, pamja jote jashtme, ndonjë rrudhë që del, ndonjë thinj? Unë ja bëj kritik gjithmonë vetës këtë, që nuk kujdesem aq sa ç'duhet, duke i dhënë prioritet. Ke frikë nga mosha? Pjesës jo, nuk e kam. Jo, këtë nuk e kam. Domethënë, unë vetë nuk e kam frikë. Të tjerët mund ta kenë frikë, thonë tani e vjetër, nuk ka problem. Po jo, domethënë shiko, unë nuk është se domosdoshmërisht e kam dashur ekranin. Jo, domethënë prandaj ta bëra pyetje. Unë edhe programin që kam, çdo të premte, çdo kënd emisionin e kam 55 minuta për të trajtuar diçka në të gjitha anët, për sa mund ta trajtojmë në kohët e sotme diçka. Dhe nuk e kam domosdoshmëri dhe e rritur si reportere politike, do isha gatshme të kthehem përsëri si reportere politike. Çfarë më vjen keq është se politika nuk bëhet më si dikur. Domethënë nuk ke mundësi të intervistosh çdo si do, të bësh ato vox popet me politikanët në terren që ne i bënim dikur dhe ti e di shumë mirë, të marrësh zëra nga të gjitha palët që ta bësh një kronik me të gjitha. Sot janë shumë të ngurtë në të dy krahët, po kryesisht në qeveri. Ke shumë pak mundësi të marrësh informacion nga ministrit, nga drejtoritë të ndryshme, nga institucione të ndryshme, dhe kjo e bën të vështirë. Por për të bërë reporteren, besoj sot do ta bëja më lehtë se ç'e kam bërë më përpara në kuptimin e intensitetit të punës. Por që është një punë që mua më pëlqen. E kuptuam që për ty pamja çfarë më pëlqen shumë është qëndrimi në regji, më pëlqen shumë. Jep një energji të jashtëzakonshme si producente. Unë u kënaqa shumë nga kjo bisedë, mësova shumë. Edhe besoj që edhe ata që na ndjekin dhe ato që na ndjekin kanë mësuar shumë, mbi të gjitha kanë parë një grua të vërtet. Do doja ta mbyllja me një këshill, mesazh. A do t'ja rekomandoje ti vajzave dhe grave të reja ta prodhonin sektorin e medias dhe audiovizualit në këtë gjendje që është? Dhe për çfarë të kenë
synim. Kush duhet jetë objektivi i tyre? A duhet kenë frikë nga marrja e pozicioneve brenda medias? Jo, kështu siç është. unë them nuk duhet kenë frikë. Unë i nxis, pavarësisht vetes time. Unë gjithmonë kam qenë më E tërhequr. dhe më është kritikuar dhe nga zyshat e mia. Jepi. Duket sikur të tjerët më tërheqin më shumë. Unë i nxis shumë, po mbi të gjitha i nxis që ta duan dhe të bëjnë gazetari. Por aq sa të munden për të bërë gazetari. Sepse gjëra ndryshojnë gjithmonë, rrethana ndryshojnë gjithmonë. Po ti ke një mision të bësh gazetari dhe të gjesh mënyrën, sepse sot është je në telefon, domethënë mund të bësh një video, mund të bësh diçka. Nëse e duan, ta duan dhe ta bëjnë gazetari, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Ta marrin seriozisht dhe ajo dëshira e parë është fantastike, është shumë e mirë dhe në atë kohë merren ato hapat e parë që ti mund të bësh gjëra shumë të mira. Mund të pyesësh më të rriturit, mund mos i gjykosh, mund të gjesh predispozitën e tyre. Vajzat e mia nuk janë, ndoshta e vogla më pyet ndonjëherë po sikur unë në intervistë ku diun. Unë këtu ndalem dhe them ju bëni si të doni. Ama llogarisë të gjitha vështirësitë që ka si profesion. Absolutisht po, sepse mbi të gjitha llogaris pjesën e familjes. Po unë po bëj 45 vjeç, ja kam dalë deri tani. Bona domethënë kemi nisur çdo gjë bashkë në bankat e shkollës dhe ja kemi dalë me të gjitha vështirësitë, sigurisht duke qenë nga dita e parë tek e fundit mirënjohës ndaj atyre që na dhanë mundësinë. Shumë faleminderit. Besoj janë mesazhe që rezonojnë me të gjithë ata që kanë nevojë për ta parë këtë ambientin tonë edhe nga brenda, por me një lloj pozitiviteti, jo vetëm me atë pozitën e gjërave që nuk shkojnë. Edhe kjo gjëja bëhet duke qenë bashkë, duke qenë të vërtetë dhe duke qenë transparent. Shumë faleminderit edhe një herë. Sepse e rëndësishme është që të jemi të dedikuar në punë. Puna të çon përpara në çfarëdo lloj rrethane të jetë. Ne do ta mbyllim me këtë mesazh shumë të bukur dhe ndjekësve të podcastit ajo i lë takim në episodin e radhës. Ishim me Merita Haklaj, deri atëherë mirupafshim. Faleminderit.